Dhe nuk jam tash arrivist që duhet të jem unë se s'bën në pushtet. Unë jam për votën e lirë. Dhe ne luftuam ose u ngritëm për votën e lirë dhe për ditën njerëzor. Shkarkuam liderin e opozitës dhe Partisë Demokratike që nuk përmbushte pritshmëritë tona. Në momentin që ne u sulmuam nga administrata e Bidenit në mënyrë padrejtë. Pra shqiptarët prisin që nëse do vinte mbështetje nga jashtë, të vinte duke goditur pushtetin. Sepse për 8 vitesh ta vetëm kanë vjedhur dhe i kanë pirë gjakun shqiptarëve. Nëse ne na kanë ikur 1 milion shqiptar, kanë ikur prej keqeverisjes. Dhe unë zgjodha në atë moment të isha edhe kundër liderit partisë, edhe kundër shifrat e Instatit, edhe kundër administratës censusit të ri të censusit Bidenit, por duke shprehur publikisht zoti Blinken gaboi. Shifrash më tepër se sa për politik, ndjes. Kjo gjë Jo, ngrihe zërin që do të dëgjoj se Jo, thash shifrat e Instatit, shifrat që janë 1 milion, nuk janë 1 milion. Ajo është shifra Berishës. Shifrat e Instatit. Sali Berisha ka dalë vërtet këta i bëjnë si duan. Këta një census që kishin për ta nxjerrë në dhjetor, e nxorën në qershor sepse nuk u dilin numrat. Sepse po ta nxjerrin sipas censusit, do dilte që edhe zgjedhjet e 2023 ishin manipuluara. Ishin të fryra. Pra vin kuti ku dalin 500-0. Apo 300-0, që janë për fshata që njerëzit mungojnë aty. Në baza faktike, se këtu ka një ndryshim tash. Vjen keq. Partia Demokratike ka përgatitur një qeverisje mbi farsën elektorale të 14 maj 2023. Të ftoj ta lexoj këtu realisht. Që është shumë e vështirë të mbrosh diçka të pambrojtshme. Dhe do të jesh shumë kurajoz të dalësh të mbrosh një qeveri e cila pra janë kurajoz ata në këtë rast. Shumë të guximshëm që të mbrojnë të pambrojtshëm. Pra kemi të bëjmë që kur opozita premton minimumin jetik dhe thot 200 euro sipas avokatit popullit që ka bërë një studim. Avokati popullit ka thënë 12 viteve kam qenë në hapur Shqipëri për 12 vite. Minimum jetik. Dhe minimum jetik çfarë është? Nuk është që ta bëj parazit njeriu. Do ta kuptojnë gjithë ta. Edhe ministri Koçiu, që tani nuk japim lëmosh, sepse këta blejnë Louis Vuitton, blejnë çanta nga 200.000 euro, 150.000 euro, mban Edi Rama një orë që është Philip Patek 141.000 pound, ka marrë dhurat nga i trafikanti Vlorës 430.000 euro prap një orë tjetër. Këto gjëra nuk i as nuk guxojnë ti perceptojnë sepse këta janë shkëputur nga realiteti politik. Keqja është që kjo gjuhë e urrëties kthehet edhe në dhunë fizike. Nuk është gjuhë urrëtie. Është shkëputur dhe ka katapultuar në dhunë fizike parlament. Është për të ardhur keq. Zonja Glida, PS-ja reflektoi. Socialistët ndeshëm reflektuan, e panë që patos nano është shkëput nga realiteti politik. Vërtetat nuk është për të shkume Louis Vuitton parlamenti kur u bër harea e botës. E lejoi ndryshimin. Vetë Berisha harea e botës e kuptoi që kishte ardhur për ndryshim dhe e lejoi popullit votonte i lirë. Por kjo gjuhë pra juve ju kujtohet. Kthehet në gjuhë. Ju kujtohet kur ta thoshin në propaganda e majit që po e morën një ky vetë mbret. Nuk dimë nga pushteti. Ndërkohë që ai zgjodhi Shqipërinë para pushtetit politik. Puna asaj që u bë zëvendësministre. Çfarë thot? 10 hapa para. Unë do prisja prej tyre të reagonin sot. Çfarë thonin ata sot? Para të nisni me kritik. Pra në momentin që ti ke njerëz që kur vend pagojnë faturën e ujit u dritet mishi, erën e fundit ishte para 2 javësh, dhe i ra asaj zonjës ishte tek punë familje, pensioniste 16.000 lekë për paguar ujë. Po të dritet mishi se s'ka paguar fare. Po i dritet mishi. Edhe një herë. Më përpara se ka hedhur votën atje ke Partia Demokratike, s'ka paguar fare. Edhe ju e mbaj do 12 ka ilaçe për problemin e ka Sali. Ka drita për të paguar. Falë, ke informacionin, ke informacionin që subvencionojnë pensionistët apo nuk e ke? Të vendosni gjolla dhe i nganë sikur i bënin erë dhe i pagunin në të tretë në banka. Mua në jetën time një cent nuk pa nëse do të jesh kandidates, duhet marrësh edhe ca informacione të terrenit. Ti kush je? Unë jam antare e Partisë Demokratike dhe kam shumë krenariste. Unë përfaqësoj një shtresë shumë të mirë të atyre që janë qytetarë Durrësit. Dhe nga ana tjetër sa herë kanë problematika, telefoni im buçet. Nuk e di se sa buçeti joti nga ana tjetër. Pse duhet për të marrë dhe për të qenë përfaqësues i denj. I atyre njerëzve problemi. Ky është problemi. E para nuk jeni se do të keni marrën çofin as pjesën e arrogancës, as pjesën e tangërllikut. Arrogancë në tërësi, kush po tregon atë televizin ti që ndërpret fjalën, ti që ndërpret fjalën apo kush tjetër? Të gjitha kashillëket që shiten nga kompetencat e presidentit dhe marrim dhe dalim e shesim ne, presidenti doli që ishte
Grita, kam vetëm një pyetje shumë të sinqertë. Zotërinë sot janë ftuar në emision si intervistuesit tan apo do flasin dhe vetë për angazhimin e vaj? Dua të njoh një logjike qartë mendimin atë që thonin. Jam kurioze të njoh që sa ka mundsi. Dhe alternativën tonë. Nëse mua më pyesni se përse nëse do është e para të kthej frymën kritike, njerëzit do pyesin përse ne fëmia i vogël, por jo vetëm Partia Socialiste ndryshon me Partinë Demokratike, është se Partia Demokratike është vetëm një mendimi dhe jo siç ai e percepton mendimit dhe ka vetëm se ne paguajmë taksa dhe nuk marrim shërbime. Është pa kuptim se perspektiva të reja brenda që kanë ju, çfarë nuk ju pëlqen, ju i përjashtoni, siç ndodhi me përçarjen dhe me përjashtimin më tepër se gjysmës së grupit. Çfarë ndodhi progresiv në historinë politike? Është të për mendim ndryshe brenda partisë gjysma shumë i nderuar. Partia Demokratike nga 2005 deri në 2013 i rriti realisht pensionet dhe rrogat me një buxhet shumë më të vogël se ky që është aktuali, që ju thoni është më i madh në histori. Është 8.4 miliardë është më i madh faktikisht. Nuk e kishte progresive. Raporte ndërkombëtare, nuk ka problem fare. Ajo mamaja ime që është në pension, me hamendësime, do flasim me raporte që ka punuar 35 ndërkombëtare. 20 vite. Kjo është bëja e parë quhet polarizim politik. Pra i kanë plotësuar të treja sot, më vjen shumë keq sinqerisht. Njëherë bën pazar kot. Më vjen shumë keq. Jo, më neve jetojmë vetëm me pazarin e shtëpisë. Nuk e di se sa e ke pagën minimale, po paga minimale 400 lekë të vjetra. Nuk të deli nderuar as me dal nga shtëpia. Sa ka qenë paga minimale më përpara? Se unë e di që ka pasur një ritmin më të lartë të rritjes në Ballkanin Perëndimor. Paga minimale. Nëse do të flasim për shifra, se mund të flasim për 2013 më e lartë. Kam një pyetje. Rritje jo më e lartë. Më të ulta në Ballkanin Perëndimor. Çfarë do bësh ti? Çfarë do bësh ti? Paga me ritmin më lartë të rritjes minimale në Ballkanin Perëndimor. Dhe të thash dhe një gjë tjetër, me që po flet për Ballkanin Perëndimor. Dhe për ekonominë dhe ta zgjerojmë ekonominë. Se është fushë cilën paktën mendoj që ka një nga Kina, dhe nga Bashkimi Evropian, dhe mori dhe gjeneroi dhe investitorë. Ne që bëjmë shumë show për bashkimin, për turizëm flasim sa të duar se jam ekspert e turizmit, Shqipëria jashtë, është duke vdekur. Unë jam e bindur që audienca e kupton. Më fal. Që unë sonte nuk moderoj, dua të dëgjoj, duhet të kuptoj. Dhe nuk më intereson se çfarë realisht kuptohet nga tezat politike të dy palëve përfaqësuese, po më intereson të kuptohet mendësia dhe sjellja e tyre politike. Po sigurisht nuk kam asnjë koment, por këtë thjeshtësisht ju bëj thjesht me dije që her pas here nuk do moderoj, dua të shikoj se si e zhvilloni ju këtë ndërveprimin me njëri tjetrin. Nuk është debati që do donim. Ndoshta këtu flas për kolegët. E para sepse deri më tani dhe mendoj që kemi kaluar goxha minuta televizive. Jo vetëm ne, po dhe shqiptarët nuk kanë dëgjuar alternativën e kolegëve. Do thënë, kolegët janë ulur në atë karrige, kanë marrë disa pyetje nga gazetarët që kanë aspirata për të bërë, po themi, në mos pjesëmarrës aktiv, po ndoshta dhe deputet Partisë Demokratike.